prej atyre praktikave të këtij kodeksi të pejgamberit alayhis salatu wasallam, të këtij udhërëfyesi, i cili ka të bëjë me përmirësimin e gabimeve dhe me sanimin e tyre, është e para, shenja e parë, rregulli i parë, udhëzimi i parë është se butësia çdo herë ka qenë ajo e cila ka mbizotru vrashtësinë, ashpërsinë, sankcionin, ndëshkimin. Mund të them me përgjithësinë më të madhe që vrashtësia, ndëshkimi, qortimi kanë qenë vetëm përjashtim. Standard i përhershëm ka qenë butësia në trajtimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka shi atyre njerëzve gabimçar, ka shi atyre njerëzve që janë zhytur në gabime dhe në faje, qoftë me dijen apo pa vetë dijen e tyre. Butësia çdo herë ka mbizotru atë anën tjetër. Do thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, prandaj udhëzimi i parë në këtë kodeks dhe në këtë udhërëfys të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam në raport me përmirësimin e gabimeve është që ai i ka trajtu gabimin dhe njerëzit me butësi. Për shembull, po aludoj shpejt me disa prej këtyre fakteve dhe argumenteve. Transmeton Malik ibn al-Huwairith, thotë kemi qenë një grup ne prej fisit, diku 20 afërsisht kanë qenë, që kanë shkuar te pejgamberi sa me mësu islamin. Thotë kur ka ardhur nata e 20, kanë shkuar me mësu islamin. Thotë e ka pa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që ne kemi filluar të mallëngjehemi për familjen tonë, gërbetçar. Është interesant, vetëm një moment është interesant për temën tonë. Thot Maliki, "Wa kana rahiman rafiqa." 20 nat. Thot i dërguari i Allahut ishte shumë i mëshirshëm dhe i butë me ne. Thot ky po e dëshmon nga këto 20 ditë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka trajtuar me butësi.